Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërinj, miq të kanalit Të Flasim, dhe ju faleminderit për pranimin tuaj në kanal, për mirëbesimin duke më dërguar fotografitë e filxhanëve tuaja, dhe e rikthem dhe një herë për të shumtën herë, pra që bashkë me fotografitë e filxhanit, pra ju më dërgoni dhe ëndrat dhe frikrat dhe dëshirat tuaja. Dhe unë sa herë që shikoj një filxhan them Zot, largoj të këqijat, pra hiq të këqijat dhe afroj të mirat. Po vijoj me filxhanin e Elës, ky është pseudonimi pra, e dashur Ela, faleminderit dhe ty për mirëbesimin, faleminderit dhe për pranimin tënde në kanal dhe për mirësjelljen tënde në chat pra që kemi kryer. Filxhani jote dashur është i mrekullueshëm. Po vjen maji, pra bashkë me majin do të fillojnë ëndra të reja, dëshira të reja për familjen tënde dhe për ty. Fillon një lidhje shumë e bukur, pra mbas është vazhdimi i lidhjes në të cilën ti je, pra dhe kaloni në një fazë tjetër, sepse unë shikoj komunikim ndërmjet ju të dyve, pra një komunikim i mrekullueshëm. Në qoftë se ke shumë kohë pra me një person, pra në qoftë se je beqare dhe ke kohë me një person, pra atëherë ka ardhur momenti që lidhja juaj të kalojnë në një fazë tjetër. Gjatë kësaj kohe zemër, gjatë majit pra ti do të jesh shumë e gëzuar. Fillimi i qershorit do ketë pak dhimbje për familjen tënde, një njeri i cili jeton jashtë familjes, pra por është pjesë e gjakut tënd, pra mund të jetë nga babai, nga nëna, pra një gjyshe, një daj shumë i madh në moshë, pra është një njeri i cili të cilit krijon një peshë të rëndë në ambientin tuaj përreth, pra jashtë familjes, tash nuk është brenda në shtëpi, por është pjesë e familjes. Do jeni në një farë kohe pra në zi, është më se e qartë. Pra, kështu si s'ke kthyer filxhani zemër, është më se e qartë, është e vetmja mërzitje që ti do kalosh për 5 vjet. Gjërat e tjera janë shumë mirë, në qoftë se ti je martuar, pra qëndron kjo që një njeri nga familja nga e cila ti ke dalë ndron jetë, pra duke lënë një boshllik të madh, një peshë shumë të madhe në jetën tuaj, pra është një boshllik që nuk mbushet, dhe zakonisht ky boshllik është i prindërve kur ndodh në familjen pra nga e cila dalim. Thot një fjalë populli jon të shkoj me radhë, dhe nëse janë të rinj, dhimbja është dyfish, pra, por megjithatë nganjëherë planet e Zotit janë mistere ndaj nesh. Kemi ardhur në tokë për të hikur, këtë e dim të gjithë përpara se të lindim, kemi ardhur për të kuptuar. Jo me mami. Kemi ardhur për të kuptuar pra se si funksionojnë pra se si funksionojnë pra njerëzit e tjerë. Gjithmonë duam të mësojmë të mos kritikojmë, pra. Për këtë gjë kemi ardhur për të dhënë shërbimet tona ndaj njerëzve të tjerë, pra që janë vëllezërit dhe motrat tonë, pra nga ana e shpirtit, sepse jemi fëmijë të njëjtit Zot të gjithë, në çfarëdo gjuhë që të flasim, u zgjata shumë, pra. Sido që t'jetë qoftë e lehtë dhimbja juaj, qoftë e fortë durimi juaj, dhe paqe të bukur, pra parajsë të bukur atij ose asaj që hikën. Megjithatë, pjesa tjetër pra e filxhanit ka dalë shumë e mirë, në qoftë se je në kërkim të një pune, pra puna vjen edhe vjen shumë e bukur, në qoftë se je në kërkim të një udhëtimi, ky udhëtim po vjen dhe është i hapur, pra është shumë i mirë. Vera që po vjen është shumë e bukur përveç këtij rastit, pra që është në qershor, sipas asaj time se është në qershor. Mbase mund të bie disa ditë jashtë, por është në qershor. Gati pse u ngjita, u bllokova, nuk e di. Dashur Ela, nga jashtë shtëpisë fjalët janë shumë të mira, brenda në shtëpi muhabetet janë shumë të mira. Ke shumë gëzim përpara, ke një rrugë të gjatë, kjo rrugë mund të jetë rruga aeroplani ose mund të jetë rruga nije, nuk është rrugë makine, pra, me shumë gëzime gjatë rrugës, përveç të trishtimit, pra nuk ka gjë tjetër, okay? Bëhuni gati për një dasëm, për një fejes, për një gëzim shumë të madh në të afërmit tuaj, nëse s'është e jotja, pra është një kushëriri, një shoqe të ngushtë, një njeriu shumë të afërt. Një njeriu shumë të afërt mund të jetë edhe vëlla për shembull ose motër. Okej?
Okej, ja të shikojmë filxanin fotografin tjetër. Qëndron ky mërzitje, ky sikleti pra që të thash. Qëndron e dashur. Nuk më ke thënë me këtë dore ke pirja, të kthejmë dhe njërë tek emaili jot. Të kthehemi dhe njërë tek emaili, po. Nuk më ke thënë e dashur me këtë dore ke pirë, mbase që ke dërguar, sepse më duket se u kam folur me ty. Apo jo, nuk e di. Nuk e di. Megjithatë, ky është i vetmi siklet në familjen tuaj. Gushti është një muaj shumë i bukur, pra në gusht do keni pra dhe këtë pengun e njeriut që humbët, por do keni dhe një gëzim i cili është i programuar pra ky gëzim. Mund t'jetë lidhja e një fëmije, mund t'jetë një dasëm pra, e keni dhe këtë gëzimin. Gjatë këtij gëzimit pra krijohet edhe një kuror, ajo që doli që parë. Këto kanë rënë ke filxani jote dashur. Shtatori, tetori janë shumë të bukur për ty. Ma më mendja që je beqare, kështu më duket në filxan. Në qoftë se je beqare zemër dhe ke lidhje me një njeri, ky njeri është pak xeloz ndaj teje. Është xeloz me kuptimin e plot të fjalës, ë? Po. Si mace bëhet, si tigër. Do kesh dy jetë paralele, thot këtu. Dgjoj, në qoftë se je mërzitur pra me një njeri, ke shumë kohë lidhje me te dhe nuk ka ecur thirrja jote, pra lidhja jote, dhe nuk është gati sot dhe nuk është gati nesër për të fejuar, për të martuar, atëherë shkëput këtë dhe fillo diçka të re, sepse unë të shikoj shumë të lumtur në të ardhmen. Në qoftë se je martuar zemër pra dhe ka bërë diçka burri për të cilën ai nuk ndjehet mirë pra, dhe të flet ty pra si me siklet, si me ashtu, ka marrë vesh diçka, i kanë thënë diçka, jo se është e vërtet, ka bërë diçka mbase ka bërë ndonjë gaf vetë, kupton? Po është diçka shumë e vogël, do me thënë, në qoftë se ka bërë diçka vetë që ta kuptosh, te flerti, nuk është diçka më e madhe, kështu që mos e prish martesën për kaq. Në qoftë se është diçka më e madhe dhe të thotë që un kam lidhje me atë këtu e 3 muaj, dhe ti s'më bën më dhe ti je shumë e pastër, je shumë e ciltër, je shumë e mirë, atëherë dashur jepja duart, jepja këmbët, sepse një diçka shumë e bukur të pret përpara, nuk do I lutesh asnjë njeriu për lumturinë tënde. Po e kam fjalën. Pra ky ishte filxani I Elës, pseudonimi është Ela. Ela, të faleminderit për mirëbesimin zemër. Bashkë miru dëgjofshim në një tjetër video.